Mëngjeset në Big Brother zakonisht zgjohen me shumë filxhanësh, me biseda të përgjumura dhe me shaka të lehta. Por ai mëngjes nuk I ngjante asnjë tjetri. Në dhomën e gjumit drita hyri e zbeth, ndërsa Dolce u ngrit me një ndjesi të çuditshme në trup. Barku I dhemte, koka I sillej dhe një valë e papritur të përzirash e detyroi të vraponte drejt banjos. Askush nuk e vuri re në fillim. Vetëm Hygerta, që po rregullonte flokët para pasqyrës, dëgjoi zhurmën e derës dhe e pa Dolcen të zbeth si letër. Pas pak erdhi edhe Limi, ende me sytë gjysmë të mbyllur nga gjumi. "Çfarë ke?" e pyeti ai me një zë ku përzihej përkujdesja dhe frika. Dolce lau fytyrën me ujë të ftohtë, mori frym thellë dhe I pa të dy në sy. Heshti disa sekonda, sikur po kërkonte guximin për ta thënë me zë mendimin që po e torturonte. "Më duket se kam ngelur 7 zën." Fjala ra sigur në dysheme. Hygerta hapi sytë e habitur, ndërsa Limi u mbështet pas morit, sikur dikush t'i kishte hequr forcën nga këmbët. "Çfarë po thua, Dolce?" belbëzoi ai. Ajo ngriti supet. "Nuk e di, kam ditë që nuk jam mirë. Të vjella, dhimbje barku dhe kam një ndjesi që se kam pasur kurrë." Në atë banjo të vogël u krijua një botë më vete. Jashtë vazhdonte rutina e shtëpisë, por brenda 3 njerëz po përballeshin me një lajm që mund t'ua ndryshonte jetën. Limi u ul në cep të vaskës. Fytyra I humbi ngjyrën. Në kokë I kaluan një mijë mendime njëherësh: kamerat, familja jashtë, Alba, publiku, përgjegjësia e madhe e një fëmije. Mos ta marr vesh Alba, tha instinktivisht. Do bëhet dramë e madhe. Hygerta e pa me qortim. "Kjo nuk është çështje drame, por jete," ia ktheu ajo. Dolce nuk po mendonte për asnjë lojë. Ajo po prekte barkun me dorë, e trembur dhe e hutuar. Në mendje I vinin imazhet të nënës së saj, të jetës jashtë, të ëndrave që nuk e kishin përfshirë kurrë këtë skenar. "Unë s'jam gati," pëshpëriti. "Po nëse është e vërtetë?" Limi u ngrit dhe u përpoq të dukej I fortë. I kapi duart. "Do e përballojmë bashkë," tha, edhe pse as vetë nuk e besonte plotësisht fjalën që sapo kishte thënë. Zhurma e shtëpisë po afrohej. Banorët po zgjoheshin, dikush thërriste për kafe, dikush qeshte me zë të lartë. Brenda banjos, megjithatë, koha kishte ndaluar. Dolce filloi të qante në heshtje. "Kam frikë, Lim. Frikë nga çdo gjë." Ai e përqafoi, ndërsa Hygerta qëndronte si dëshmitare e një sekreti të rëndë. Ajo u bëura e pare arsyes, u foli për test, për mjek, për qetësi, për faktin se asgjë nuk vendoset me panik. Por fjala 7 zën tashmë kishte dalë dhe nuk kthehej më pas. Kur dolën nga banjo, shtëpia ju duk tjetër. Çdo shikim I banorëve ju duk I dyshim, çdo kamerë më e afërt se zakonisht. Alba po pinte kafe në obor dhe qeshte me dikë. Limi e pa dhe zemra I u shtrëngua. Si t'ja them asaj, mendoi. Dolce u ul në divan, e heshtur. Brenda saj po zhvillohej një betejë e madhe, mes frikës dhe një ndjenje të çuditshme butësie për atë mundësi jete. Ajo nuk donte skandal, as dramë televizive. Donte vetë. Në shtëpinë e Big Brother Kosova emocionet shpesh marrin formë të çrregull. Xhelozia vishet si pasion, kontrolli quhet përkujdesje dhe fjalët e ashpra justifikohen me arsyen më të vjetër në botë: e bëj se të dua. Por ka një kufi që nuk mund të ngatërohet me lojën. Ai kufi quhet dhunë. Ngjarja mes Limit dhe Dolces e kaloi pikërisht këtë kufi. Një zgjim I ashpër, fyerje, përpjekje për ta justifikuar agresionin me shprehje të vjetra popullore, me idenë se kush të shan e të lëndon, të do më shumë. Kjo fjali, e përsëritur për dekada në shoqërinë tonë, u dëgjua sërish dhe tingëlloi po aq e rrezikshme sa gjithmonë. Dolce nuk ishte personazh I një drame, ishte një grua e trembur që u përball me një sjellje poshtëruese në vendin ku duhej të ndihej e sigurt. Trupi I saj u bë terren ku dikush tjetër shkarkoi pasiguri. Sytë e saj të hutuar treguan më shumë se çdo fjalë, dhuna nuk ka asnjë lidhje me dashurinë. Banorët reaguan të tronditur. Disa u përpoqën ta qetësonin situatën, të tjerë e kundërshtuan hapur Limin. Për herë të parë loja u ndal dhe në qendër doli një debat shumë më I madh se nominimet. A kemi ende guxim të quajmë dashuri atë që është poshtërim? Limi u përpoq të mbrojej me fraza që shoqëria I ka ushqyer për vite, se ishte xhelozi, se ishte nerv, se burri e mbron gruan me forcë.
por fjalët e tij nuk gjetën jehon. Dhuna nuk mbrohet dot me folklor. Produksioni ndërhyri jo për të krijuar spektakël, por për të vendosur kufi. Psikologu i shtëpisë foli hapur me banorët për ciklin e abuzimit, fillon me fyerje, vazhdon me kontroll, përshkallëzohet në prekje të dhunshme dhe më pas kërkon falje në emër të dashurisë. Pikërisht ky cikël mban të bllokuara mira gra jashtë atyre mureve. Dolce gjeti zërin e saj disa orë më vonë. Ajo tha qartë: dashuria nuk më zgjon me frikë. Nuk dua askënd që më ul. Fjalët e saj u bën manifest për shumë gra që po e ndiqnin nga jashtë. Në rrjetet sociale shpërthyen mesazhe mbështetjeje, kujtime personale, histori të hes. Ftura dhune që për herë të parë gjetën guxim të flasin. Kjo ngjarje tregoi se Big Brother nuk është vetëm pasqyrë loje, por edhe pasqyrë shoqërie. Aty u përplasën dy botë, njëra që ende beson se dashuria arsyeton gjithçka, dhe tjetra që thot me zë të lartë se dashuria pa respekt nuk është dashuri. Limi u detyrua të përballet me përgjegjësinë e veprimeve të tij. Të kërkosh falje nuk mjafton kur dike ke trembur. Duhet të pranosh gabimin, të kërkosh ndihmë profesionale dhe të mësosh forma të shëndetshme komunikimi. Kjo është rruga e vetme. Dolce, nga ana tjetër, u kthye në simbol qëndrueshmërie. Ajo refuzoi normalizimin e dhunës dhe tregoi se dinjiteti nuk negociohet. Në atë shtëpi, përtej kamerave, u dha një mësim që vlen për çdo derë jashtë saj. Askush nuk të ha mishin e ta ruan kockën. Kush të lëndon, nuk të mbron, të dëmton. Nata e asaj ngjarjeje mbylli një kapitull iluzionesh dhe hapi një diskutim të domosdoshëm për shoqërinë tonë. Dashuria nuk ka shuplaka, nuk ka fyerje, në. Dy plag në një divan, Labinoti, Benita dhe lotët që nuk mbahen me premtime. Ka biseda që nuk i përkasin spektaklit. Ato nuk janë për kamera, as për vota, as për lojë. Janë biseda që dalin nga thellësia e jetës, nga ato vende ku njeriu nuk aktron dot. Një e tillë ndodhi mes Labinotit dhe Benitës, një mbrëmje kur shtëpia e Big Brother Kosova u mbush me një heshtje që dhemte. Labinoti foli i pari. Zëri i tij nuk kishte asgjë nga ai toni i fortë që përdor zakonisht në debate. Ishte i butë, i lodhur, si zë njeriu që mban mbi shpinë një barë të padukshme. Ai tregoi për gruan e tij, për diagnozën e kancerit në gjë, për ditën kur e morën vesh dhe për frikën që ju ul në mes të shtëpisë si mysafir i paftuar. Është sëmundje e rëndë, tha ai. Dhe u ndal. Fjalët nuk i dilnin më. Në atë çast nuk ishte më banor i Big Brotherit, ishte burr, bashkëshort, njëri i frikësuar për jetën e gruas që do t'rregoj për netët në spital, për herën e ilaçeve, për mënyrën si ajo përpiqej të buzëqeshte për ta qetësuar atë, ndërsa ai brenda po rrëzohej. Unë duhet me u bëj fort për të, po ndonjëherë nuk di apo ja dal, pëshpëriti. Benita e dëgjonte me sy të mbushur. Fjalët e tij i prekën një plag që ajo e mban prej kohësh. Kur Labinoti heshti, ajo mori guximin të flasë. Edhe unë e kam vëllain e sëmur, tha. Është në Gjenev për shërim. Shtëpia u bë akoma më e vogël. Dy histori të ndryshme u takuan në të njëjtën dhimbje. Benita tregoi si vëllai i kishte kërkuar të mos qante, t'i premtonte se do qëndronte e fortë. Ajo i kishte dhënë fjalën, por lotët nuk i binden premtimeve. Më ka thënë, mos qaj për mua. Unë i thash po, por nuk i mbaj dot lotët, tha dhe zëri ju shua. Ata dy po flisnin për njerëzit më të dashur që luftonin me trupin e tyre diku larg kamerave. Për kancerin që nuk pyet për ëndra, për mërgimin që ta bën dhimbjen edhe më të madhe, për pafuqinë e atyre që duan por nuk mund të shërojnë. Labinoti e pa Benitën me sy të skuqur. Dhimbja jote është si e imja, i tha. Dëhër. E të dy nisën të qanin. Nuk ishte qarje e zhurmshme. Ishte qarje e qetë, e thellë, ajo lloj qarjeje që të pastron shpirtin. Banorët e tjerë u afruan ngadalë, disa u ulën pranë tyre, disa u larguan për t'u dhënë hapësirë. Askush nuk guxonte të fliste. Benita tregoi si e merr vëllain çdo natë në telefon, si mundohet t'i duket e fortë, si mbyll kamerën dhe pastaj qan vetëm. Tregoi frikën se mos një ditë merr një telefonat që askush nuk do ta marrë kurrë. Labinoti tregoi për flokët e gruas së tij, për mënyrën si ajo e mbante dorën gjatë kimioterapisë, për shpresën që përzihet me frikë çdo herë që mjeku thot një fjalë të re. Ato dy rrëfime u bën një. Sëmundja nuk kishte më emra, kishte vetëm njerëz që duan të jetojnë.
Në atë divan u kuptua se sa e vogël është loja përballë jetës reale. Big Brother u zhduk për disa minuta. Mbetën vetëm 2 zemra që mbanin nga një kryq të rënë. Benita i tha: "Ne këtu dukemi të fortë, po jashtë kemi njerëz që luftojnë më shumë se ne." Labinoti pohoi: